Ore, po ku jeni? Se neve çdo video kemi humor, e kemi parodi, e kemi gallata, budalliqe të tilla dhe sfida ndryshme. Po sot, a keni posta thumbnail-i kam bërë apo jo, edhe titullin? Pse ku vetëm me këto mendje me këto tru nuk e di. Jo pse më pëlqen ky lloj kontenti me këto budalliqet, që bëni sa më shumë subscribe dhe sa më shumë like që të vazhdojmë me video tjera si këto. Kështu që çfarë vendosun tek 1000 like më bëjmë pjesën e dytë edhe me subscribe sa nuk e di thjesht. Kush është i ri edhe nuk ka bërë akoma subscribe le ta kontrolloj njëra te butonin aty poshtë ta shtypi. Tani mos i marrim shumë muhabet, shohim këto vendet e interesante, po në e parë, vendi i parë nuk e di është mund në mes të hiçit. Këto po shoh me Google Earth-ën që i shef me 3D. Është mu këtu te kjo ku thot Ozona Urseni. Është pjesa katrore, po s'ka filluar akoma, domethënë se çfarë është budalliku më i madh, po të snadhojmë edhe pak më shumë. Shohim një anije ufosh. Është një mes pyllit, çive. Me sa po shoh unë se kjo pjesa e pemës ka kaluar mbi të. Kjo duhet të ketë rënë para disa vjetësh. Domethënë me logjik duhet të ketë rënë para disa vjetësh. Aty edhe s'ka gjetur asnjëri. What the fuck, po kjo ç'është shtëpi? Nuk e di ç'është kjo, ç'a dreqin e këtu poshtë. Nëse, po kjo mund të jetë rënë para shumë vitesh edhe janë bërë pemët edhe ka zënë pjesën e kësaj këtu, që është në mes tiçit, se edhe po ta klikoj me këtë që shef rrugën deri këtu. A thu mund ta shohim ka këtu? Kjo është pika më afër që mund ta shikojmë, që mund të kemi pamjen. Jo, dhja racën, jo, nuk mundemi. Dale, shoh diçka të bardhë atje, mos ndoshta është ajo. Jo, më duket se dhja racën. Po këta pse se kanë raportuar valla që ata që kanë shtëpi afër apo si ja kanë mbajt? Apo thua që ata linët janë atje po jetojnë te ky fshati? Okej, tani vendi tjetër. What the fuck? Po këto janë në shan. Tani po i vëre këto. Ka rrugë këtu? Prit, jo rruga më afërt është këtu. Dhja racë, nuk është kjo që do shohim tani, nuk është kjo akoma. Ajo që dua të shikoj unë është kjo gjëja këtu. Edhe është gjë satanike që domethënë është ritual. Nuk e di, a quhet ritual apo jo ky? Ja kanë dhënë racën, valla shve, kanë gjetur një vend që as nuk ka rrugë ku mund të kalojnë njerëzit, që rruga e fundit është këtu, që disa kilometra larg është nga pjesa këtu. Po edhe këtu vend i çuditshëm valla, çfarë 300 janë këto? Sigur kanë zbarkuar alienët aty, a ku ta di unë. What the hell? Nëse, po që ky ritual i është shumë i frikshëm. What the fuck, pas ka foto njerëzish aty? Me siguri vlla, ata njerëzit nuk e di jetoj. Na apo jo? Shifet një gjë e çuditshme të në foto? Kjo do të jetë në imagji. 100% kjo do të jetë në imagji. Nuk e di. Kalim me lokacionin tjetër. Okej, lokacioni tjetër është pjesa këtu. Edhe ajo thoshte, do të thënë linku që mora unë për këtë thoshte që këtu nuk del asnjë lloj rruge, sepse ka qenë disa gjëra të fsheta që ka pasur Kina, edhe nuk të lejon të futesh fare te kjo pjesa këtu. Ai ka qenë te kjo pjesa këtu, edhe nga budalliku që ka qenë këtu nuk të lejon hiç. Ja po shtyp këtë rrugës edhe nuk të jep asnjë lloj rruge. Gjithë ato me blu janë rrugët, kurse këtu nuk të jep asnjë lloj mundësie që të futesh ta shikosh ç'a drejtën është. Është i blu e vogël tu një pikë pamje? Okej, na lejo të futemi? Ja! Mos e gjeta ku ishte problemi. E gjeta ku ishte problemi. Tani nuk e di. Kjo këtu e para duket shumë e çuditshme se ç'a drejtë mund të jetë. Edhe kjo plaka këtu për pozicionin që po rri. What the fuck? Mos më thoni që ka vajt me janë marrë kamerën të Google Maps, ja kanë vjetë. Tu që nga dhe policia. What the fuck? Çdo gjë që po shoh këtu është e çuditshme. Ky motori nuk ka asnjë njeri këtu. Kamioni gjithashtu është mes rrugës dhe nuk ka asnjë njeri që po e ngjet. What the fuck, ç'a drejtë më ndodh me këtë rrugë? Njerëzit janë duhet mes rrugës. Okej, këtu jam duke edituar videon edhe nuk e di se ç'a drejtë ishte kjo zhurma që bëri si një krijesë të çuditshme. What? Motori tjetër që është mes rrugës, që është bosh? Apo jo, që nga njëri tu ec? Po ç'a drejtë është tu kap po vlla? Ka kap këtë gocën? Po doreza motori nuk ekziston me asnjë vend aty. Nuk e di ç'a drejtë është tu. Kalojmë me lokacionin tjetër. Okej, lokacioni tjetër është kjo që ndodhesh në Rusi, mos gaboj. Që shiko rruga më afër ishte deri këtu, po nuk duket as këtu. Këtu është një lloj fshati. Edhe këtu është ky budalliku i fshet. Se di, disa thonin që mund të jenë armatime, kurse disa thonë që është fshat, po dhe nuk lejohet dikush të kalojë aty. Është thjesht është vend sekret si Area 51. Ka një rrugë kanë përqar, ka ato si tip shpizash ose bunkere, nuk e di ç'a drejtin janë. Nëse po thjesht rruga më afërt ishte këtu. Edhe
Edhe sikur të vemi nuk duket asgjë, duket vetëm pyll. Edhe rrugat na lejon deri me i far vende shkojmë besoj. Po, deri këtu na lejon. Dhe shpyll, vetëm pyll dhe nuk shet dot asgjë. Okej, lokacioni i radhës është një anije ufosh tjetër, që ndodhet mes të hiqit, mes të pyllit, që rruga më afërt nuk dihet se sa larg është. Nuk dihet se sa kilometra nga këtu deri këtu. Dia rrasën, ku shoj? Është kjo pjesa këtu? Jo. Prit pak. Këtu ka shtëpi, edhe pak më këtej ishte ajo e alienit, anija kozmike, po. Mos ja dhe rrasën. Po ta ndjekim rrugën, më duket se do na shën tek shtëpia. Po, e sigurt që ta çon tek shtëpia. Me kaj sa po kuptoj, nuk e di, ufot kanë ardhur edhe po jetojnë si njerëzit. Edhe shife është shtëpia e vetmi që është kaq larg, nuk ka asnjë shtëpi tjetër përreth. Shtëpitë e tjera janë afër rrugës, që nuk di sa kilometra është. Është vend i humbur këtu. Ja kanë dhi racën. Është vetmja rrugë që të çon tek kjo shtëpia, është vetmja rrugë. Edhe është mënyrën perfekte e hapur rruga. Është fiks mund të kej pozicioni. Shumë gjëra të frikshme, kështu që bëni like dhe subscribe. Okej, vendi tjetër ja sa hapet Google Earth. Sa të hapet edhe vendi tjetër. Shohim pak rrugën, ku është rruga më afërt? Rruga më afërt nuk po. Rruga më afërt që nga mu këtu. Rruga më afërt. Okej, është kjo pjesa këtu që është mes pyllit dhe kjo gropa që duket si humner gjigante. Duket sikur këtu del poshtë tokës e del në hapësirë. Aq e thellë mund të jetë kjo, se ka ato degëzime, shkallëzime, si mund ta quaj. Edhe habitshme është se ka shife, është kjo është diku këtu, edhe rruga është këtu larg. Që edhe me ta larguar me disa gjeta rrugën. Kaq larg është rruga, edhe s'ja ka mbajtur atë Google Maps të shkoj këtu te ky territori këtu. Tu s'ditë edhe sa gjëra tjera mund të ketë. Okej, rruga tjetër është kjo këtu që ndodhet në Poloni. I sekond ta zmadhojmë pjesën këtu. Opa, e hoqja pa dashje. Kemi dhe kjo vendi këtu. Shohim se çfarë drejtimi ka. Çfarë ndo? Gjëra. What the fuck? Çfarë drejtimi është kjo? What është? Është lepur. Pozicioni që jam këtu është 280 metra larg. Ma thot kjo. Kamera është 280 metra larg. Okej, tani është vendi më i çuditshëm. Domethënë, jo vendi më i çuditshëm, gjëja më e çuditshme, se Google Maps i ka makinën e vet personale që ecën edhe tregon rrugën e këto budalliqet. Po shife se me çfarë kanë udhëtuar në Rumani. Shife me çfarë kanë ecën në Rumani. Me kuaj. Me sa po ka marrë edhe pasagjer. Tani ky vend i fundit është raportuar është treguar edhe për lajmin e të gjitha vendet është bërë buja madhe. Mbase për tjerat mund të keni dyshime për këtë, nuk mund të keni as i pikë dyshime se e din gjithë me polici në Amerikë duket se është ky vendi me polici, me njerëz përreth, me lajme, me budalliqe të tilla. Te ky vendi këtu, ky është Shadërvan, mos u ngatroni nga kjo. Po te ky vendi këtu ka qenë një trup i vdekur për 40 vite arresht. Edhe e bukura është se të gjithë ata që kanë qenë këtu nuk e ka gjetur asnjë. What the fuck? Dali sekond. What? Pse ka këtë gërvishën këtu valla? What the fuck, pse kisha të gërvishën edhe e bine mu këtu? Prap gërvishja del tek trupi. Ky ishte trupi që i kishin gjetur. Edhe gërvishja e ekranit vetë fiks mund të trupi. Inshallah duket në video, inshallah duket. Ajo ka qenë diçka e vërtet reale dhe kanë gjetur tjerët, edhe pse duhet ndodhi këtë Google Mapsi. Ju pres gjithë të koment.